Dhe një detaj tjetër që janë ilaçet para, gjatë dhe gjithë jetën, pra është trajtimi hormonal që dhe ai kushton. Kuptohet ka dhe ilaçe të tjera. Por kjo nuk është një gjë normale, domethënë nuk është biologjikisht normale. Pra ti edhe një paracetamol kur e merr ke efekte anësore. Imagjino këta që bën gjithë këto operacione, marrin dhe gjithë këto ilaçe gjatë gjithë jetës, shfaqin dhe efekte anësore. Pra kanë sëmundje që në të ardhmen u zhvillojnë nga këto efekte anësore. Dhe kjo i shtohet kostos që paguajnë kompanitë e siguracionit, pse ishte kjo gender disforia. Pra kemi 1000 halle të tjera më mbrapa. Për mos të folur pastaj për problemet e shëndetit mendor që i shoqërojnë si efekte anësore të terapive hormonale dhe jo vetëm, edhe gjithë traumën si ti kalon disa vjeçare me operacione, me medikamente, me psikolog. Harova të shtoj edhe faturën e psikologëve se kush e paguam psikologun këtu në Amerikë, nuk është falas, nuk e paguam partia. Dhe jeta mesatare e një tranzinori që duhet thënë hapur, që ta dinë të gjithë, nuk e kalon 40 vjeç. Mund të them që është 33-35 vjeç. Për arsye të ndryshme, për sëmundje që ata marrin si efekte anësore të gjithë terapisë, depresionit, vetvrasjes, po shumica e këtyre, jo shumica ndoshta është pra gabim, po një pjesë e mirë e këtyre e bëjnë të që të jenë punojnë seksi dhe marrin dhe sëmundje të tjera seksualisht transmetueshme dhe ngelen të pakuruar. Me pak fjalë, se po flasim tani për se do më quajnë dhe transofob, gjë që nuk është e vërtet, po unë dua të them të vërtetën si është, që çdo i ri apo e re që e mendon ose po i bëhet lavazh truri, ta mendoj mirë, ta mendoj 10 herë, të pyes familjen, të më pyesit edhe mua, mund të më shkruajnë inbox të jap informacion. Pra, nuk është aq e thjeshtë, ka një kosto shumë të madhe shëndetësore në radhë parë dhe financiare, jo vetëm për personin, po për shoqërinë. Pra, për shoqërinë shqiptare kam një pyetje të drejtë për drejtë. Jeni gati të paguani kaq shumë para nga buxheti i shtetit, sepse nuk është thjesht tu bëni një lëshim që hajde ndryshojeni gjinin tani në mas, kush do le ta bëj, që fëmijë mësojnë në shkollë ta ndryshojë gjinin. Po keni një buxhet të përballoni të gjitha këto shpenzime dhe jo vetëm për bërjen, po gjatë gjithë jetës që t'i ndihmoni këta njerëz edhe psikologjikisht. I keni këto para.